të këtyre partive. Po, por ne po flasim gjithmonë me qëndrimet publike të deklaruara, sepse në fond mund të ketë zhvillime të jashtëzakonshme, të cilat mund të na demantojnë që tani. Ne mund të flasim vetëm për atë çfarë është e njohur, dhe nga unë çfarë kam kuptuar se lëvizja vetëvendosje është shumë afër formimit të qeverisë së re. Dhe i duhen 2 deputet për ta bërë një gjë të tillë. Këtë po supozon se mund ta bëj me nismën socialdemokrate ose edhe me deputet të tjerë të cilat janë të gatshëm për të formuar qeverinë e re. Kjo është. A mendoni zotëri Miri që momentale. Do të ketë mbase matematika të tilla dhe lëvizje të tilla që deputetët ndonjë parti opozitare doje votojnë formimin e qeverisë? Do të ketë vizje. Mund të ndodhë dhe kjo nuk është rasti i parë dhe i vetëm në Kosovë, por edhe jashtë vendit. Po edhe flasim edhe një çështje tjetër. Shumë deputet janë bërë për herë të parë. Të njëjtit nëse shkojmë në zgjedhje do ta humbin mandatin shumë shpejt. Pa kontribuar fare në proceset ligjvënëse, kontrolluese në Kuvendin e Kosovës. Dhe prandaj shumë do të ishte një mëkat i madh për ta që këto mandate të fituara të mos kthehen, si ta themi, në efektshmëri, në punë, angazhim meritor për cilin ata sapo i kanë fituar mandatet. Unë konsideroj që përtej se kush i ka fituar ose humbur zgjedhjet, ne duhet të sillemi korrekt në proceset politike dhe në veçanti me procesin e krijimit të institucioneve. Në politikë është shumë e rëndësishme njohja e fuqisë politike. Dhe vullneti i qytetarëve është ky që është. Pra, partia e parë ose partia fituese ka shumë numra për të pamjaftueshëm për të formuar qeverinë. Partia e dytë është larg për të krijuar mundësinë për të formuar një qeveri, sepse matematikisht është e pamundur. Partia e tretë ka krijuar me qëndrimet të saj parakushte përjashtuese. Dhe kur i shet të gjitha këto opsione, vren që gjëja më reale është krijimi një qeverie që do të ketë një minimum deputet, që do të ketë, si ta themi, një shumicë të re parlamentare me minimumin e deputetëve. Në fakt lëvizjet i shihni të mundshme, sidomos tek kandidatët për deputet që kanë fituar për herë të parë ulsen. Natyrisht që po. Po gjëja më e mundshme që mund të ndodhë, sepse është e deklaruar, është që nisma socialdemokrate të jetë përcaktuese për formimin e qeverisë së re. Dhe kjo është fare lehtë e arritshme. E përmendet pak më parë edhe pjesën e parakushteve nga